Një përmbledhje e javës, ato që kanë bërë më shumë përshtypje, kanë qenë zgjedhjet në Hungari dhe summiti diasporës. Tubimi diasporës do ishte mirë të quaj, po kur themi summit, sikur na vjen një çik më perëndimore, edhe atyre u bëhet qefi, se ka summit për çështje të mëdha, summiti Detit Zi, summiti Alaskës, edhe summiti diasporës. Pastaj edhe për luftën në midis Iranit dhe Shtetit Bashkuar dhe Izraelit, për cilat do diskutoj me një njohës mirë të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të politikës brendshme. Mikun tim Ben Andoni, Ben, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Mirë se je. Kam kënaqësinë sot të bëjmë një përmbledhje vetëm unë e ti bashkë. Qartë. Magjar në Shkodër i thon Gomarit. Po. Fitoi Magjari. Jo vetëm Shkodër, po. Është edhe i thon në Kosovë. Edhe në Kosovë. Okej. Po flisin jam Shqipërinë zyrtare dhe aty mu kam jetuar. Madje kam hequr keq ta kuptoj që i thoshin Gomarit. Fitoi Magjari, entuziazëm për fitoren e Magjarit në Shqipëri dhe pretendojnë edhe magjarët e vegjël këtu që të bëjnë fitoren e Magjarit aty. Si e pe fitoren në Hungari? Unë e shoh diçka midis një delfinit të Orbanit edhe një ikje të zbutur të tij nëpërmjet një pasardhësie. Gjithsesi. Qartë. Më ka ndodhur diçka para disa javë që isha në Budapest dhe hasa disa protesta të grupimit të tij. Dhe asnjëherë nuk e mendoj që kjo forcë mund të bënte ndryshimin. Dhe çuditërisht i bënin shumë afër katedrales kryesore të qytetit, në pjesën historike të tyre, dhe më pak në pjesë të tjera. Pjesa kur i kryeministri dhe ku Zoti Maguar t'i bëri, unë po përdor Maguar, domethënë përballë Zotit Orban, është në pjesën e Budës kur kalon lumen. Ju besoj keni qenë disa herë dhe orientoni lehtë. Nuk e besoj që ato tubime të njerëzve relativisht të qetë, protesta shumë normale, shumë qytetare, kuptohet me temp dhe me mënyra të themi bëroriti e kështu të veçanta, mund të bënin ndryshimin. Çuditërisht media huaj, ajo që është prestigjioze e kishte paralajmëruar. Po këtu do të vijë arsyetimi juaj. Çuditërisht në Tiranë, që ne pretendojmë që kemi shumë specialistë të marrëdhënieve ndërkombëtare të situatave. Jo vetëm nuk e kishin parashikuar, po jam i sigurt që dhe nuk e njihnin. Madje jam shumë i sigurt për këtë. Zoti më ndjef ndoshta, po me shumë gjasa ngatronin mbi emrin e tij, me identifikimin e Hungarisë, shtetit. Ndodhi ajo që ndodhi, BBC e kishte parashikuar, priste, po jo ndoshta këtë diferencë të madhe me të cilën e fitoi. Por besoj dhe ju e ndjet me njerë mobilizimin shumë të madh të njerëzve të sjellë përpara këtyre situatave. Besoj që dhe Zoti Orban ishte i lodhur. Ishte i lodhur dhe kjo pa në mënyrën se si e u tërhoq. Jo vetëm kjo, Beni, e pash në fushat elektorale, ishte si i prerë, si i lodhur, pa the entuziazmit, pa ndoshta vjen edhe sepse dinte sondazhet, por edhe kishte, sepse unë nuk besoj më që ka ndryshime demokratike, vota popullore, si ka thënë Mark Twain, po të ishte e rëndësishme vota nuk e linin dorë të popullit. Do me thënë, a i ndjen të klimën në Europë, forcat që ishin investuar, mos harrojmë që Hungaria është një domen gjerman, përsa i përket investimeve industrisë ndikimit, dhe a i shkreti ndoshta e ka ndjerë dhe nuk i mjaftoi vetëm për kraja e Trumpit ose e Unë besoj sondazhet do kanë dhënë sinjalin e tyre. Ai nuk ishte aq optimist edhe me ardhjen e orët e fundit e zëvendës presidentit amerikan J.D. Vance. Dhe pikërisht kjo lloj apatie, kjo pjesë të themi dorësimi e tij është dukur si një augur i mirë për ata të cilët konsiderohen si autokrat, që do të thotë njerëzit të cilët mendojnë që lider të ndryshëm janë kalcifikuar në pushtet, nëse ti krijon klimën e nevojshme, ti mund të ndryshosh. I vetmi ndryshim në rastin e Hungarisë ishte që personi erdhi nga radhët e partisë së tij, dhe tisa e tij, respekt dhe liri, shumë interesante dhe tokfjalçi që e gjeti për partinë e vet, bëri ndryshimin sepse ai njihte realisht
mënyrën se si zoti Orban kishte drejtuar. Dhe vetë ky personazh ju e dini që është ndarë nga partia e tij thjesht për të themi atë jo përshtatshmërinë që shoqja e vet u akuzua dhe ata nuk i dolën në mbrojtje. Unë nuk e di nëse nuk do ndodhte ky episod dhe historia është e mbushur me episode të tilla që rastësit pastaj kthehen në Unë ka kjo se më tepër më duk si e stisur e gjitha kjo ose sa. Po, por ky ishte do të thënë nga ata personazhe tip Macroni ose se shka që një kancelar i Gjermanisë që ishte i ri, ai po u kap për korrupsion pastaj. Në Vjen, në Austri. Në Vjen. Po. Në Austri. Po. E njëjta gjë janë personazhe. Për këtë di një rast për këtë të Austrisë, që kur ishte zëvendës ministri i kulturës, ishte në një pritje në ambasadën tonë në Slovaki. Edhe i thonë ambasadorit tonë, e njeh këtë, i thotë jo, i thotë, ky do jetë kancelari i ardhshëm i Austrisë. Pra, shtetet e vjetra punojnë me projeksione, me mendoj që Po besoj edhe ju keni shumë të drejtë duke njohur diplomacinë, po unë mendoj edhe ka një sens tendenca. Dhe janë disa personazhe që përbëjnë tendenca. Vazhdimisht ju e keni parë në vendin tonë, të huajt mundohen që të vendosin projeksione, por këto projeksione gjithmonë duket që nuk kanë karburant. E para sepse e njohin sistemin, po flirtojnë me sistemin, siç është rasti i zotit Ditmir Bushati, ose elemente të tjerë, për shembull ke Partia Demokratike që Bushati kishte mangësi mungesë karizme, më tepër dukej si llogaritar ndërmarrje se sa si një udhëheqës, si mund të entuziazmonte, se jemi në kohë. Kjo është ashpër që thoni ju, po në fakt më shumë atë ka penalizuar. Jemi në kohën ku imazhi ka shumë më tepër rëndësi se sa mesazhi. Unë besoj që atë ka penalizuar shumë, të themi, bindja gati e frikshme ndaj zotit Rama. Do të thonë, kur ishte zoti Rama dhe mënyrën se si e organizon mbledhjet e qeverisë, ashtu siç e bënte edhe Berisha para tij, kanë momente protokolli jashtëzakonisht autokratike, do të thonë që hija e tij mbulon gjithë. Unë jam e ju që nëse zoti Bushati në atë moment, unë besoj që karizma është e lindur në fakt, po nëse do nxirrte element që tregonte që donte ndryshimin, që donte një parti socialiste ndryshe, do i shërbenin edhe tani në këtë kohë. Besoj që tani është kthyer më shumë në atë pjesën që ai ndëron, pjesën mediatike, jo akademike, megjithëse ai po përpiqet edhe në pjesën akademike, dhe besoj ka bërë gjëra të mira, sidomos ke podcasti vet, po është shumë e vështirë që ti të përballesh me një individ. Nuk merret pushtetin me podcast. Nuk merret me podcast, po. Por ti mund të përgatisësh që do ta kishte marrë me Robasja me kohën më pak. Jo, është diçka, mbështetja që ka pasur dhe që vazhdon të ketë zoti Bushati, sidomos nga të majtët gjerman, me çka kanë parë Friedrich Stiftung, është gjithmonë pas tij. Mund të ishte diçka e mirë që po ti ngrinte vela të mirë, besoj që do shkonte në rrjedhën e dur, por të ndryshosh, duhet të krijosh grup. Dhe me çka kanë parë, ju keni provoj shumë më mirë se unë. S'ka nafsi të krijojë grup. Po. Dhe zoti Saliani e provoi nisi mirë, por gjithsesi njerëzit që ishin më afër tij dal nga dal u shkëputën, sepse edhe individi shikon që ti do përsërisësh të njëjtat gjëra. Dhe ai duket e personalizoi gjithçka. Dhe vazhdon ta personalizojë. Po ta shikosh, ka rënë në sharje banale për Berishën, si çdo portal i majt, madje edhe më banal, kështu që rrim të ky, pastaj kalojmë të magjarët e vegjël. Unë nuk ju besoj turmave që dalin në shesh, sa turmat që dalin në shesh janë një përqindje shumë e vogël e atyre që votojnë. Por mendoj që ajo që bën ndryshimin është se neve marrim nga njëherë Hungaria. Hungaria ka qenë një pjesë e një ndër perandorive më të gjata të historisë, ti e njoh si mirë historisë, perandorisë austro-hungareze, duke e detyruar Austrinë që të bëhej një perandori dykurorshë me parlamentin e vet, Hungaria, dhe me një të vetëndjerë pothuajse arrogante ndaj kombeve të tjerë. E ndjente veten të barazvlefshme me austriakët, që austriakët e mbajnë veten shumë më lart se sa gjermanët. Pra, janë një komb shumë krenar,
Ashtu është. Janë një kom i masakruar në luftën e dytë botërore, i kanë hequr në mos gaboj gjysmën e territorit, ose më tepër. I kanë hequr, i kanë marrë Transilvania, i kanë marrë Ukraina, i kanë marrë, domethënë Rumania, Ukraina, dhe këtu rrjedhë ajo Jugoslavia, pra janë një komb i masakruar sepse në luftën e dytë botërore, Horthy, në mos gaboj, ka qenë regjenti i tyre, kanë qenë dhe rebatet që bënin dallim nga rumunët, italianët, të gjithë kompania bela të... Mos të harrojmë që Hortët dhe Kryqe dhe Shigjeta, që ishte afër ti, kanë bërë masakra në Novi Sad dhe në Hungari të paimagjinueshme. Pa diskutim. Dhe këtu është ai dualiteti që ai është dhe vend për të cilin të vjen keq për territorin, po nga ana tjetër është një vend që ti dhe e kundron me një lloj jo frike, me një lloj soditje shumë interesante. Mos harrojmë atë që bën vitin 56, kanë dalë me armë në qytet. Dhe madje në Budapest kundër rusëve, bravo. Të cilët sapo kishin fituar një luftë. Jo regjimin që nuk quhesh asgjë atje, domethënë. Të cilët sapo kishin fituar një luftë. Sa kishin dhe i trëmbej perëndimi, sepse ngriti NATO nga Afrika, aty jo rusëve, sovjetikëve tamam. Dhe ndanë Gjermaninë përpara syve të gjithëve, pa ju bërë dritë syri për asgjë. Dhe këte përsëritën sërish. Dhe nuk është dhe nuk ka qenë e fundit, mos harrojmë që kanë qenë gjithmonë ajo delja e zezë në kampin socialist, ku edhe vetë sovjetikët e kishin një çik mendroje qasjen. Dhe mos harrojmë që ishin hungarezët që ja hapën portat rënjes, sepse Gjermanë rindorët kalonin nga Hungaria. Ai ka qenë momenti parë, keni shumë të drejtë. Ata e rënuan perandorin e lindjes, si më thënë. Pra, kemi të bëjmë me një komb i cili e vetë ndjen që është një komb i veçantë, pavarësisht është i vogël. 10 milion gati. Do me thënë, nuk harin të rezatoj atë si një komb i madh. Por mos të harrojmë që me atë kulturë, me ata arkitekt që ka pasur, me ata muzikant që ka pasur, me ata njerëz të letërsisë që ka pasur, ka bërë diferencë. Patjetër. Dhe kjo është ajo që vendet tjera, për shembull Stepen. Edhe mos harrojmë një diçka, Orbani, neve shqiptarët kanë në përgjithësi atë të ndjerën ti trajtojnë si Ronxha Bonxha. Imagjinoni, quajmë italianët Pepino, ose breshka gjinj, se hanë breshka. Në fakt më ka bërë përshtypje dhe mbasi e kam parë, kam kuptuar diçka që italianët hanin breshka në kohën që ishin, domethënë kishte kapitulluar Italia, se po bëj një aberacion. Dhe hanin për mungesë proteinash, se nuk kishin për të ushqyer dhe detyroheshin hanin breshka, se nuk e kam parë në asnjë menu italiane breshka. Që them një detaj se më solli dhe më vjen mirë se ju të hapni disa momente si idetë kutive kineze njëra mbas tjetrës, ose matrioshkën e famshme ruse. Ju e dini nderimin që kanë britanikët për mjedisin, për lulishtet sidomos, dhe për garden që i quajnë ata kopshtet. Ata i kanë kthyer gati, u kanë bërë apoteozë, një pjesë e poezive tyre janë për gjëra që ne kështu. Në kohën e luftës dytë botërore, shumica e lulishteve në Londër, në vende të tjera, u kthyen në vende ku mbillesh patate dhe qep, sepse duhet të jetoje. Patjetër. Të themi është vendi i Newtonit, është vendi i njerëzve të jashtëzakonshëm, të paimagjinueshëm. Të demokracisë që në 1200-ën, dhe unë mendoj që vetëm ata e dinë që është demokracia. Gjithë të tjerët e imitojnë si majmuni, ku futemi edhe neve, që mendojmë që bëjmë demokraci. Po, faleminderit për këtë bisedë të lirshme. Po, mendoj që Hungaria është një rast sui generis që nuk mund të përsëritet as në Çeki, as në Slovaki, aq më pak mund të përsëritet në... Ata kanë rrugën e tyre, këto vende. Çekia ka rrugën e tyre, me një president si Beneshi, etjera, që pati një rënje, le themi, hedhje nga dritarja, po ky është stili rus, i hedhjeve nga dritarja, duket edhe në vitet e sotme që e bën Putini me. Pra, kemi të bëjmë me një vend sui generis, të pa imitueshëm, them unë, edhe vetë ky djali magjar, është një lloj pa imitueshëm, mendoj. Po, dhe ka treguar që në ditë e para. Ju ndini në orët e fundit ka bërë një intervistë me median zyrtare
nuk jam i paqartë, o radion, o pjesën e emtimit publik. Dhe ai njësoj si Zoti Rama është jashtëzakonisht i ashpër, por ndryshe nga Zoti Rama që akoma e ka lënë të zvargur punën dhe fatin e entit publik të shpërndarjes, ai është bërë shumë i ashpër për shkak të propagandës që kanë bërë deri tani media publike, devijimit të lajmeve dhe mënyrës se si ata kanë trajtuar problematikën e vendit në distributorin kryesor të vendit. Dhe është përballur ashpërsisht me ankorin që i kanë vendosur, një ose dy prej tyre, që ka përsëritur që fati juaj është ky. Ne do bëjmë reformë dhe ky nuk duhet vazhdojë kështu. Ka paralajmëruar që enti publik hungarez do mbyllet dhe të mendosh ka një traditë të jashtëzakonshme. Unë jam një çik skeptik ndaj këtyre, dua të shikojmë mbas, po flasim mbas një viti. Patjetër. Ndërkohë që njësoj si Zoti Orban ka theksuar që politika hungareze ndaj migracionit do jetë shumë e ashpër. Nuk e ka përjashtuar politikën me Rusin, sepse mos harron nga Rusia ta marrin energji. Fakti, kjo armiqsoi Orbani në fakt me perëndimin. Po, Orbani ishte më shqeto. Po, ishte më shqeto. Dhe mes çfarë shfikoi ky nuk do bëj pjesën e Orbanit, por sërish do mbaj marrëdhënie të mira me Rusin. Duke mos i bërë lavdërime, duke qenë i kujdesshëm. Me sa duket për pjesën e parë, kur duhet të lirohet ai fondi 90 miliardë. 90 miliardë për Ukrainën. Ndihmë BE-s për Ukrainën. Po edhe pjesa e fondeve të tyre për zhvillimin e brendshëm që këtij do i duhet për reformat, për të treguar që programi i funksionon. 5-6 miliardë diçka e tillë. Më duket se 6 miliardë. Okej, po ka një diçka. Kam parë një herë një emision përpara një 4 vjetësh, duhet të kenë qenë zgjedhjet e kohës. Kam parë një reportazh italian i cili tregonte pikërisht përdorimin e fondeve të Bashkimit Evropian nga Orbani dhe pse fitonte Orbani. I çonte gjithmonë në fshatrat e varfra ku kishte krijuar një lloj shteti social, asistente sociale, subvencione, 100 pakete maleve, por realiste, jo të tipit krifca që zgjedh ku përfundonin. Pra, shpërndarje masive e këtyre fondeve çka i bënte që të kishte mbështetje në pjesën rurale të popullsisë. Sepse të themi atë që është kur nuk e kanë problem hungarezët shtypjen e të drejtave të njeriut, të shtypi kontrolluar, oligarkët që marrin favore, kurse kanë problema ata, imagjino sa problem mund të jetë në Shqipëri, edhe në Serbi, ai fshatari do a ka ndonjë lek për vete, a ka ndonjë subvencion nafte, a ka ndonjë subvencion pemësh që të mbjelli, a ka ndonjë subvencion prodhimi dhe grumbullim prodhimi, ka që ka ai dhe pastaj të jep votën. Qartë, por në rastin e Zotit Orban, vërtet ka bërë ndihmes të tillë, por kjo ka qenë ndihmes gjysmake, për arsyen e vetme sepse kjo do jepte produktin. Ndërkohë që përveç mandatit të parë, unë besoj që unë me të drejtë projeksionin tuaj duhet ta keni sidomos për vitet e para të Zotit Orban, kjo i ka dhënë shumë zhvillim Hungarisë në momentet e para. Dhe menjëherë kurba e saj e rritjes ekonomike u rrit shumë dhe madje la pas check-in, se me check-in përballen ata gjithë. Slovakia nuk quhet, sepse është vendi më i dobët në Bashkimin Evropian, bashkë me Kiprën. Por dora dorës, kjo ndihmes filloi të relativizohej. Ndërkohë që bujësia, ju e dini, ka nevojë që subvencionet të jenë në kuadër të një sistemi, që ky sistem të fillojë të punojë nëpërmjet plerave, nëpërmjet qarkullimit të tokës, të ndihmosh domethënë se si të qarkullohet prodhimi dhe tjerë. Ben, kam idenë që në një farë mënyre mbasi marrin atë take-off-in, pra shkëputen fshatarët dhe fillojnë e krijojnë ato brendet e tyre, mos harrojmë që Hungaria ka krijuar brende shumë të mira në Verra, në Sallamera, në ato që i ka traditë historike. Po. Ato edhe Sallameret i ka historike, edhe prodhimin e mishit e ka historike. Në momentin që i ka krijuar brendin e vet dhe është pasuruar pak, nuk e shef më në sy shtetin. Këtë e ka kuptuar shumë mirë ballkanasit,
që i mbajnë të varur me grep fshatarë, domethënë nuk i japin 10.000 euro, që thashtu po japin 1.000 euro, sa të mbaj frymën gjallë. Po këtu kemi diçka që fshatari hungares nuk është fshatari Ballkanës. Sepse edhe Orbani nuk është udhëheqësi serb, shqiptar, malazez, Maqedonas. Sa do autokratë jetë, ka një lloj. Ai në mëngjes kur hap televizorin, shef BBC-n, shef dhe ZDF-n gjermane, ose ORF-n austriake. Ndërsa Vučić kur hap, patjetër që duhet ta shikoj BBC-n, pas edhe CNN-in, se ka dalë disa herë tek CNN-i. Po pjesën tjetër pastaj do shikoj OHRT-n, që është stacioni Kroat, sepse më atë ka i natin, ose stacionin e Bosnjës. Ktu është dallimi i madh, domethënë. Dhe Hungaria për shkak të kësaj antropologjie që ka ndryshon shumë nga ne. Dhe prapë duhet të kthehesha ke zoti Maguar, ai që tani, ju e dini që ai në maj e merr zyrtarisht detyrën e tij, ai që tani ka filluar bisedat me zonjën Ursula von der Leyen për projektet se si në kohën e lirimit të këtyre se ku do kanalizohen dhe se si do përfshihet prapë Hungaria ke pjesa e prokuraturës europiane që nëpërmjet zotit Orban atë janë zhdukur. Dhe kjo do japi lirshmëri të paktën për pjesën e korrupsionit. Por ne e dim që kur e lufton shumë korrupsionin do kesh rezistencë brendshme. Se zoti Orbani ka shtrirë gjërat e tij, ka shtrirë thellë, domethënë. Ne shikojmë jemi 13 vjet mbas Berishës dhe ne akoma i kemi njerëz të Berishës kudo që direkt ose indirekt na pengojnë. Pa diskutim. I ke edhe biznesmen, janë njerëzit e tij të cilët janë po ashtu edhe klientë Ramës, ëh. Po, patjetër. Mos haro që domethënë të gjithë oligarkët tanë, për shembull nëse hungarezët krijuan Wizairin, që është një brand botror, këta biznesmenët tanë e kanë mendjen ku të grabisin buxhetin e shtetit. Kështu që jemi duke folur për diferenca abisale. Orban është njeriu që krijoi diferenca perceptimi kulturor. Perceptimi, Wizairin, OTP-ja më duket është hungareze si bankë. Po, por OTP-ja do përballet me probleme në këtë moment. Për shkak sepse kapitali i tij ka të paqartë. Po ka krijuar disa brende në botë që janë skeçuar. Pra, edhe nëse ka bërë ndonjë faj, ka bërë edhe ndonjë të mirë. Ndërsa më thuaj një brend që bën oligarkët shqiptar. Zero me zhuf. Nuk e kuptojnë dot. Gjithmendjen e kanë që të krijojnë një tunel në dogana ku të kalojnë në mënyrë preferenciale dhe të grabisin buxhetin e shtetit në mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthortë. Asa më vjen mirë që e kanalizuat këtu, sepse në vazhdim e kësaj dohet të thoja diçka. Në vitin 30 Patër Anton Arapi tek Hylli i Dritës bën një shkrim shumë interesant që ka qenë si pamflet. A jemi shqiptar apo do bahemi? Interesant në një nga këto thotë që edhe vendet e tjera marrin kolpo për shkak të ndryshimeve historike, por ata kanë sisteme ose krijojnë ide në të cilat vërtet mund të bjerën, po prap këto ide nuk i lën të zbresin, po këto ide i ngjisin sipër dhe ky është ndryshimi me ne, thotë. Ne prishim gjithçka që ka bërë para ardhës. Dhe mbi gjitha, ne nuk kërkojmë iden ose nuk e kërkojmë ndryshimin. Dhe kjo është ndoshta kjo që ju e thoni me drejtë, që nuk është kjo vedia që ti nëpërmjet një ide të lësh një brand për vendin, për shembull, biznesmenët shqiptarë duhet bashkoheshin dhe unë kam pa vetëm Salillarin që shkruan aty te urat. Po. Kjo u bën nga Salillari, drejt që e mori, ti e bën me lekët e mia, nuk e bën me lekët e tua. Se dikur edhe kur bëni një çezëm në fshat të pasurit nuk vinin emër aty sepse është, domethënë, si i thaj. Atë që jep dorë djathtë duhet ta di dorë majt. Ne Salillari me lekët tona na bë brandin aty. Kjo ur u bën nga Salillari. Dhe tash me që përmendë Patër Anton Arapin, ky mirë ka bërë që ka kritikuar, po dua të vënë në pa që kleri katolik ishte një armik i betuar i shtetit parë shqiptar nga Ahmet Zogu. Ahmet Zogu pati probleme mëdha me klerin katolik. Kështu që njerëz të kompromiseve nuk kanë qenë, as ata që të kishte për një arsye të madhe që qeverisit e para të Ahmet Zogut, për shkak se ai vetë kishte diferencë shumë të madhe me ministrat e tij dhe me kryeministrat, ndërmjet tyre ka qenë Mehdi Frashëri, një
personalitet par excellence, por që dhe ju bashkua pastaj me gjermanët, fati perceptimit të tij të mirë. Kjo lloj diference bënte Zogun që të ishte shumë agresiv. Dhe ai ndaj klerit ka qenë shumë i ashpër. Ai, ju e dini, ai ka varur klerik. Të cilët bën kryengritje. Të cilët bën kryengritje. Të cilët financoheshin nga Serbia. Patjetër. Pra. Por ti klerin ke mënyra se si ta izolosh. E izolon në murgëri. Dhe Shqipëria kishte në atë kohë vende që ti ta mbaje brenda mureve. Është shumë kollaj të flasim, po mos haro që kishe një mirëditë që shpallë Republikë më vete, e metonte paran, thotë kemi. Është viti, ai dhe si përfundim unë Zogun e di për çfarë e akuzoi. E akuzoi për mungesë ashpërsie, sepse ra në kompromisa pastaj Deveriun e vendit të qeverisë nëpërmjet bajraktarëve, ju jepte një rrogë dhe merruni ju me atë. Mirdita është një rast sui generis i cili të themi tregon atë pjesën egzotike të çmendur të individit shqiptar. Dhe ata më shumë na kanë mbuluar me turp në atë lidhje që kanë marrë, paçka se për koleksionistët është një gjë e mrekullueshme sepse arrin të koleksionojnë pak pullat që ata nxorën ose ndonjë akt se çfarë bën. Por ajo që duhet të thoja është që Zogu të paktën me qeverisjen e vet nuk shkoi dot më shumë, përveç se donte të përshtaste. Po vetëm t'ju them një element. Kur kanë ardhur forcat italiane në Shqipëri, javët e para kanë bërë rikonjicion në Shqipëri të shëndetit publik dhe nuk e dini, besoj që ka ardhur një karvan i tërë me kamion që shkuan në të gjithë Shqipërinë dhe që bënin mati antropologjike dhe kështu. Dhe gjendja shëndetësore shqiptarit në vitin 39, kjo nuk është propagandë, ishte katastrofike. Dhe ky është ai momenti që ju e dini, deri në 41-shin italianët nuk i ngacmojnë njërin në Shqipëri, për arsyen e vetme që arritën që të shtonin mirëqenien, arritën që njerëzit t'i besonin, domethënë që mund të hanin më mirë, mund të bënin diçka. Kërkoj që Zogu t'i adim ato meritat, ligjet, gjërë. Patjetër është një ndër meritat edhe të komunizmit mbrapa që arriti zhvillu. Ishin një popull me malarje, me të shohësh qytetet shqiptare janë ditë e zezë nga urbanistika, nga me ujëra të zeza që rritnin nëpër kaldrëmën, nëpër lesh na tregon, padyshim, po mendoj që edhe Zogu atë bazë kishte mund të bënte më shumë, është shumë vështirë gjykojmë. Gjithsesi kthehemi te magjarët shqiptar. I kapi shumë entuziazmi që nga magjari i madh Berisha deri te këta magjarët e vegjël nën fisha që janë këta Saljani, Lapaj i ka kapur qefi. Unë nuk e identifikoj do të zotin Lapaj se çfarë ideologjie është. Ai beson që kam përshtypjen në qendër, kurse zoti Maguar është qendër e djathtë, arriti për 2 vjet që e futi partinë e vet në grupin e partitë. Ta lëm ideologjinë se këta s'kanë asnjë ideologji. Për mua këta janë sa çuna të ri që kanë parë që politika është një vend ku bëhet lek, janë se kapim një gjë tash. Magjari është i shkolluar mirë, ka punuar në institucionet e Bashkimit Evropian, ka punuar në shtet, pra njeh administratën, ai di çka kërkon, di çka thot, di çka do bëj. Këta janë kumbuj. Këta s'kan punuar. Fjala është e ashpër që thotë ju, por më fal, nuk kanë objektiva. Shkollimi i tyre është në shkolla ditë e zezë. Saliani ka mbaruar shkollën, Universitetin e Henri Qilit vlla. Europianin ka mbaruar. E nxirrte Henri Qili për të bërë reklamë, se ma e pash një ditë në gazetë, domethënë ky edhe i goth tjetër. Ky tashti ka kaluar pedagog, ky nxjerr brezat e rinj. Më fal, po unë jam ulur me njerëz që i thon vetes pedagog për politikën ndërkombëtare dhe janë ditë e zezur, burr. Ky tjetri, ky Lapaj, çka ka mbaruar? Universitetin e Tiranës juristë ka punuar i ditë burr aksidente rrugore është marr. Qorri ku është, unë nuk e di, është pedagog është, po çka ka mbaruar Universitetin e Tiranës? Ne po flasim për njerëz që kanë mbaruar Oxfordin, janë trajnuar në Bashkimin Evropian, kanë qenë pjesë e Bashkimit Evropian, e administratës dhe kthehen në vendin e tyre, kanë punuar deri ministra, pra e dinë si funksionon. Këta s'kan punuar një ditë, ky partisë mundësia. Ky thot jam i djathtë dhe del te pallati, shiko si u doq pallati thot. Kam parë emisionin te Netflix për djegjen e kullës Greenfield, që është një njëjti fenomen, pa aty vdiqin njerëz.
nuk u mori në gjithë dokumentarin smeret njëri me politikë. Që kjo është qeveria që zvuri standarde, po, ka vetëm një problem. Firma franceze që ka furnizuar panelet me firmën angleze dhe pse nuk ishin vendosur standarde, po kjo nuk ishte punë e qeverisë. Qeveria bën diçka që i çon një agjenci e caktuar, më kupton? Tjetër se neve agjencitë tona, neve s'po kontrollojnë dot ushqimin, lërë më tjera. Dhe ky dilte i binte qeverisë, ore ti, njëherë, ke pa në një legjislacion se si importohen këto panele, qa kritere, shka njërën tjetër, bjeri njëherë agjencisë, prandaj po them që, yes, është, në më thënë, asnjëri prej tyre nuk jam blen, janë sa njerëz që e kanë parë që në pushtet bëhet lek, dhe bëhet lek në pushtetin shqiptar, duan janë të shumë të vinë në pushtet të bëjnë lek të tyre. Këta mua nuk më ngacmojnë fare. Jo, besoj. Edhe gjetjet i kanë banale, edhe kur duan të njerëzit bëjnë. ngacmojnë më. Si? Edhe njerëzit nuk i ngacmojnë më. Si ngacmojnë fare, nuk i ngacmojnë fare. Shiko, keni drejt për diçka, por unë për të respektuar tek bashkëbisedimi që po ju po përpiqemi të frymë kot, prandaj. Po, e solla në aspektin ideologjik për arsyen e vetme që nëse do futesh në parti, duhet të kesh një justifikim të dogmës të cilën ti përket. E majta si ishte futur fare në parlament, a? Po, dhe kjo është e çast. Dhe në këtë rast, partitë tona e para nuk identifikojnë dot veten ose nuk gjenin dot element që të krahasoheshin me Zotin Maguar. Nga zëllimi ka qenë i tillë që në qoftë se do mobilizonin njerëz, ata mund bëjnë ndryshimin. Por ju që bëni emision gati për ditë, sa herë u keni thënë këtyre njerëzve që ju lutem krijoni frymë. Unë vetë vazhdimisht u them kur mundem, ju lutem krijoni frymë. Dhe fryma nuk krijohet duke bërtitur. Fryma krijohet duke argumentuar dhe fryma krijohet që njerëzit të të besojnë nga mënyra si flet, të besojnë nga objektivat që vendos. Dërsa zotëria që po flasi Maguar ka qenë shumë i qartë në mënyrën si ka ardhur dhe ajo fraza ti unë e kam përdorur para 4 ditësh në shkrim timin. Unë njoh sistemin, vendosa me thonjë. Këta, askush nga këta nuk njeh sistemin. Se një pra, s'ka punuar asnjë prej tyre. Bravo. Përveç se nuk ka punuar, nuk njohin njerëzit, nuk njohin fashën të cilën do mobilizojnë dhe mbi gjitha nuk njohin ndryshimin. Shqipëria është këtu ku do e çosh Shqipërinë. Dhe kur do e çosh Shqipërinë në pikën B, si do jetë Europa në atë kohë kur ti e mendon? Se ti mund ta çosh tu, për Europa është në pikën I. Dhe ja vlen ky ndryshim me ty kur ky ndryshim me Ramon mund na çojë ke gërma K, që është afër gërmës I. Dhe këto janë dilemat shumë të mëdha që njerëzit të cilët e kanë parë as në Ungari se kanë parë me simpati. E para që një njeri mund ta ndryshojë dhe e dyta edhe stigma që unë ndërtua mbi zotin Orban ka qenë një stigëm e papërballueshme. Edhe ne jemi Patjetër, ju lëshua kundra gjithë mas media. Po, ne jemi gjithë mas media perëndimore. Ndërkohë që me çka kam parë, ti nuk konsulton dot dhe mediat tuaj, sidomos ata që nuk lexojnë dot në gjuhë tuaj, për shembull siç po ndodh me Iranin tash. Shumë njerëz to e kanë vështirë që ose kanë pamundur, ose kur flasin për Rusin, mundohet të shfletosh ato mediat të cilat lejohen nga Rusia, ose mediat që lejohen nga Irani. Si është situata atje? Çfarë po bëhet? Si është e vërteta e goditjeve që ata e mendojnë që sepse atje ka propagandë frikshme. Blackout total. Blackout. Ashtu edhe këtu. Tu them një element tjetër. Para një muaj isha në Beograd dhe në Beograd vitin tjetër bëhet një aktivitet i jashtëzakonshëm. Bëhet Expo 2027. Ju i dini madhësitë e Expove. E fundit është bërë në Milano dhe ndërtohet një qytet nga fillimi. Dhe pash vetë me sytë e mi, po ndërtohet një qytet afër aeroportit, po bënin stadiumin olimpik, po bënin... Kemi dhe ne aty te ura e Kamzës në prua, po, është një Expo. Dakord. Dhe kjo Expo ishte fituar me një kandidatur amerikane të Minnesotës, me një spanjolle, një franceze dhe një të Azerbajxhanit. Pse u thashtë si rast?
në momentin që u përpoqja të bëjë një shkrim, duke treguar edhe anën e errët të saj, që mora nga kolegët serb, domethënë se çfarë bën autokratë si Vučić kur kanë fuqi kaq të madhe për të ndërtuar këtë dhe si veprojnë me fondet. Dhe madje atje kam pasur një përballje me zëvendës kryeministrin serb, po ndoshta duhet herë tjetër që t'ja u them për punën e Kosovës publikisht. Dhe është reflektuar dhe në median e tyre. Por u mundova që këtë reportar, se jemi ke pjesa propagandës, ta bëja në 2 organet kryesore që janë. Të dyja e kthyen, sepse sa panemrin Serbi, që edhe në titull unë isha kujdesur jashtëzakonisht, kishin frikë ta botonin. Këtu në Shqipëri? Në Shqipëri. Tani, në qoftë se ne do vazhdojmë me këtë pjesë indiferencë, ndërkohë që në Expon e vitit tjetër, Shqipëria do të marri pjesë, bashkë me 138 vende deri tani. Kuptohet Amerika, Anglia, Gjermania, gjitha, po dhe Shqipëria do ofroj pavionin e vetë, si të mundet. Dhe ti nuk e u thua do të bashkëdhetarëve në sensin që shiko ku po shkojnë ata. Dhe çfarë mund të bëjmë ne në të ardhmen, ose si do barabitemi ne në të ardhmen të bëjmë diçka të tillë. Jo, është e pamundur. Dhe prandaj këtu ke ne Orbanin e shohim vetëm zi. Ndërsa këtë djalin tani e shohin në formën më të shkëlqyeshme. Kot më shohin vetëm nga puna, domethënë e shohin çfarë populizmi ka bërë. Populizmi, po. Çfarë populizmi, çfarë frazash ka përdorur që ti përdor edhe unë pasi u them trutë gomari shqiptarëve. Nuk e kanë iden fare të programit të tij. Jam shumë dakord me ty për atë që the për njohjen e situatës së asaj fushate elektorale. Është zero, nuk e njeh asnjëri. Ti po je ndryshe sepse di gjuhë të huaja, shkon në ato vende, e njeh lindjen, i njeh marrëdhëniet diplomatike. Unë për sa i përket, domethënë, duke u nisur nga historia që kam lexuar për Hungarinë, por duke u kthyer Serbisë, dua të them vetëm kaqja. Serbët provojnë topave të lëvizjes, që kushtojnë 17 milionë euro, eksportojnë, janë ata që kërkon Ukraina, i provon vetëm aktualisht di që i provon edhe Gjermania, Franca, provon Cizar dhe ndoshta i provon dhe Italia. Të katërt janë këta që provojnë. Kanë një eksport prej miliona e miliona dollarësh dhe prodhojnë tanke, prodhojnë topave të lëvizjes, prodhojnë avion, prodhojnë gjithçka, po marrin teknologjinë e fundit nga kinezët. Neve vazhdojmë me këngë, me çifteli që domethënë moj Serbi, mulin ta prisha, mund të thonë Sali Berisha. Imagjino domethënë qa niveli banal ka masa e popullsisë këtu, ndërkohë që serbët sado gjaksor që janë, dhe unë mendoj që janë popull shumë gjaksor, kanë ditur të marrin më të mirën e perëndimit për sa i përket gjykimit racional të situatës. Nejse, doja të kaloj pak te takimi diasporës. Qartë. E di çfarë bëri përshtypje për aq sa pash që të gjithë kërkonin. Dhe me sa pash të gjithë kërkonin të fillonin punë në shtet. Ndërkohë lexova ai pak në mos gaboj quhet shoqata e lobit izraelit, shoqata izraelite në Amerikë. Çdo vit grumbullojnë 4 deri në 5 miliard dollar ndihma që e çojnë shtetit hebre, dhe nuk pyet asnjëri pse i vo dhe pse i bëre, dhe në kohë kriza shkon në 8 miliard. Ndihma që jep diaspora hebree. Dhe ndërsa këtu pash që të gjithë kërkonin të futeshin në punë në shtet, sepse kanë ca raste si Luli, njërin tjetrin që lanë rrogë 50.000 euro dhe erdhën këtu të punonin për 800.000 lek, sa që ishte rroga. Kjo ndodh që e parë në mendimin tim, ato që ata proklamojnë sukseset këtu tek ne, kam përshtypjen që nuk janë plotësisht vërteta. Sepse njerëzit që kanë realisht ato suksese, zakonisht nuk dihen. Këtë kam përvojë nga një miku im që punon në Boston, është shqiptar, dhe më thotë që ka jo vetëm brokera që janë të thjeshtë, por në rangje më të larta ka shumë shqiptar, që sipas atij bënin 10 milion në vit të ardhur, por që nuk shfaqen, jo se kanë frikë, por tashme kanë mënyrë jetese dhe kuptojnë që matricën e re të jetesës që kanë bërë Shtetet e Bashkuara është jeta e tyre. Dhe nuk i hyn sy asgjë tjetër. Pse s'bëjnë diçka sa që bën lobi grek për vendin e tyre? Sepse
sepse identiteti grek është identitet i cili jo vetëm është mbrojt me gjak, po është identitet që mbahet mbi ide të mëdha dhe është identitet nderi jashtëzakonshëm. Po mundohen ta bëjnë dhe serbët. Deri diku është dhe ata mbajnë shumë me sportin, sepse kanë sportistë jashtëzakonshëm, por kanë dhe ty njerëz të mëdhenj. Është dikush që të kërkoj shumë dijes, nuk e kujtoj emrin tani, por ka qenë një nga fizikantët më të mëdhenj të botës, është dhe Nikola Tesla. Po. Dhe Tesla, kur ka qenë gjallë, ka ardhur në mbretëri dhe është dekoruar. Ndërkohë ne të dy e dim shumë mirë që Nën Tereza erdhi në fund të regjimit tek ne. Po. Kupton që ne kishim një figurë që mund ta shtrëngonin fort dhe t'jepnin këtë pjesën e lirësisë tonë dhe të tjera, nuk e kemi bërë. Pastaj më vonë u mbajtëm me Ferit Muratin dhe të tjerë, po që u kujtuam shumë vonë për këta. Dhe çfarë duhet? Ferit Murati është harruar tash. Është harruar. As merret njeri me ata. Është harruar. I përdorin pilulat, po i kanë harruar emrin. Po, ndërkohë që grekët jo vetëm që e shpallin këtë, jo vetëm në Amerikë kur është festa kombëtare e tyre, kthehet gati në festa dhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç kanë filluar ta bëjnë dhe shqiptarët tani. Por shqiptarët luajnë më shumë me këtë për të treguar pasurinë, për të treguar kamjen, po jo identitetin. Ndërkohë kam përshtypjen Shtetet e Bashkuara kanë filluar ta bëjnë këtë, që tregojnë hapur identitetin. Janë shumë krenar. Por ka ardhur koha që ti të identifikohesh me personazhe dhe ti respektosh këta. Ju e keni parë që mjafton një shqiptar i mirë të dëgjohet dhe një lukuni e tërë mundohet që ta ofendojë. Ta kafshojnë. Ta kafshojë. Si u bëre, kush është ky është fëmia i këtij. E disha më thoshte një ambasador i joni në një vend të rëndësishëm. Kishte vajtur përfaqësuesi i Ministrisë së Jashtme të Izraelit dhe kishte mbledhur gjithë hebrejnë e atij shteti, ku të cilët kishte shumë milioner dhe shumë miliarder. Dhe ju thotë, shteti i Izraelit ka nevojë të përkrahet në media, duhet të krijojmë një, kështu që duhet të fokusoheni në këtë pikë. Shteti i Izraelit ka nevojë të fokusoheni në marrëdhëniet për marrëveshjet përbashkëta ushtarake të industrisë ushtarake dhe duhet të fokusoheni në këtë pikë. Shteti i Izraelit ka nevojë për para dhe është e mira që të firmosni çeqe tash për shtetin e Izraelit. Të gjithë këta rrinin e dëgjonin dhe e miratonin. Nuk u qua asnjë nga fundit, i thoshte ti bir komunisti, ti bir hajduti, ti bir vrasësi, që jo, zero. Që aty me sigur se shteti i Izraelit është drejtuar nga socialistët e tipit komunist 50 vjet e para. Themeluesit e tij Ben Gurion, Golda Meir, ishin që dhe gjithë socialistë e kësaj majtë. Ti e di shumë mirë. Kanë vrarë sa kanë shuar. Po asnjëri s'merret me ato, merren me shtetin e tyre. Kjo është diaspora. Kjo është diaspora ai papu që e bën Donald Trumpin të shkojë t'i bjerë Iranit pak pa hile. Sa amerikanët nuk kishin ndonjë interes aty. Kur mendonin që kjo diasporë deri në vitet 70 ka pasur probleme edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa i përket identifikimit, atëherë vërtet të rritet nderimi për këta. Sepse këta kanë pas stigëm në popullsi, madje amerikanët duke vendosur edhe aktorë të tyre shumë dhe po besoj që duhet të jenë lobimet e tyre, kanë bërë 2 filma të jashtëzakonshëm për mënyrën se si hebrejt e kishin shumë vështirë integrimin real në shoqërinë amerikane. E kishte një përbuzje për këta. Patjetër. Por te kaluan shumë gjëra, ja kanë dalë. Ja dorën dhe kanë një lloj, më thot një njeriu im në Kanada. Janë në grupe, ti do me thënë je gjithmonë, asnjëri nuk të lë në baltë aty, nuk të ecën, të ndihmojnë, do ecin përpara të gjithë bashkë. Ndërkohë, në Kanada ka shumë djemë të rinj të cilët janë shkolluar, janë bërë inxhinier, kanë punë pa fund dhe pasuri pa fund. Ke dëgjuar ndonjërin ti të? Unë di vetëm një organ shtypi që e drejton një ish deputet socialist, i cili gjithë natin e kam me Edi Ramën, dhe gjithë ditën ai organ shtypi rris shan vetëm qeverinë shqiptare. Unë nuk dëgjoj një që të thotë, ore ç'a projekti, ore shkoj bëj një urmë, vëlla, një urë që të lidhi një kartun që po shpopullohet se s'ka atë drejqure.
Grumbullo me fonde të bësh atë ur, po lejmë të bësh gam për Edi Ramës se si bën gjë tjetër Edi Ramës. Edi Rama i merr votat këtu si merr aty të ty. Edhe po tjetër për aty të ty që të çon taulan ballën e të qet votat. Unë e lidhe me dy gjëra në fakt. Gjithmonë kam si një pikë kontakti, kam letërsinë. Dhe një nga autorët e tyre më të mëdhenj thotë që hebrejt kanë pasur shumë probleme në fillim kur u vendosën. Dhe ishin kaq të ashpra, dhe ishin kaq heterogjen në mendime, për shkak sepse një pjesë vinte nga Ukraina, një pjesë nga Rusia, një pjesë nga kështu. Dhe nëpërmjet gjuhës, disa e përdorin mirë jidish, disa jo mirë e tjera, kishin një lloj urrëtie për njëri tjetrin. Po vendoseshin, kishin sakrifikuar, kanë sakrifikuar jashtëzakonisht. Por, kishin dy element që u vinin ndërmend gjithmonë. Nuk kishin pasur asnjëherë shtet. Dhe t'jetosh me një shtet hipotetik dhe tashit materializuar, ajo të bën që të formësosh diçka, e ke një limit, që ky është vendim, kam bërë po duhet t'jap. Dhe kam diçka, këtu s'duhet të kaloj pak në arsyetim filozofik, por kjo është më shumë metafizik, në mënyrën se si ata përballin vdekjen. Shoqëria jonë kujton, duke filluar nga Zoti Berisha, nga Zoti Rama dhe tjerë që do jetojnë përjetësisht. Jeta ka limite. Prandaj njerëzit në momente të caktuara fillojnë të bëjnë përsiatje, dinë se si do përballen me atë. Epikurin e ka mësuar pak se si të përballesh. Po ne e dim gjithë njerëzit nuk janë filozof. Kurse brend nuk e njohin këtë pjesën e pas vdekjes, siç e kanë disa shoqëri tjera, sidomos në perëndim. Dhe kjo i bën që të jenë të jashtëzakonshëm në perceptimin e toksores. Mënyrën se si ata e perceptojnë toksoren është e jashtëzakonshme. Ata ngritën një shtet gati nga hiçi. Pa çka, se ndihmoi shumë Britania e Madhe, e ndihmuan edhe konjunkturat, po ngritën diçka. Në fakt sponsori i parë është Stalini për ata dhe jo më kot armët e para me luftën e parë arabo-izraelite i morën nga Çekia. Po. Dhe bashkojnë këto të gjitha dhe me sa duket shkojmë ke mësimi rilindësve që Enver Hoxha e vazhdoi pastaj. Duhet të arsimohen shqiptarët dhe arsimimi është ajo që këtij vendi mungon në thelb. Jo, neve ka njerëz të lehtësuar, kemi bërë gjë më të ndyrë, kemi bërë një arsim që s'është arsim, është falso. Ti përgatit mall skarco për tregun që nuk vlen një lek, ti vetëm gënjen veten. Ke ato universitetet që i marrin para prindërve, fatkeqëve, dhe unë në fakt mendoj që duhen mbyllur të gjitha, sepse Universiteti i Tiranës në vitin 89 kishte 12.000 studentë. Sot ti 12.000 studentë i ke jashtë. Për çfarë të duhen? Ky universitet që nxjerr një mall skarso, që nuk e di ai ke parë se si uluri në mitingjet partijake. Këta nuk duhen një lek, nuk vlen fare. Po, por kjo do bësh me marrëveshje të madhe sociale dhe mbi politike, me çfarë shikojnë në vendin tonë, nuk duan ta bëjnë këtë tonë. Dhe këtu, për shembull, nuk kam dëgjuar një herë nga Zoti Berisha të thotë për Zotin Rama që po, bravo, kjo u bë. Ose Anasjeltas nga Zoti Rama të thotë, po, kjo që ka bërë Zoti Berisha është e dura. Është e pamundur të arrihet kjo. Do thënë, urrëtin që kanë këta për njëri tjetrin është urrëti që kalon gjithçka tjetër, por ne dy e dim shumë mirë që është urrëti sipërfaqësore, sepse kjo duket edhe nga mirëqenia e tyre dhe nga mënyra se si kanë drejtuar këtë. Ishte në fakt një pyetje që do të që edhe nuk kam kuriozitet. Një ndër pyetjet, marrëdhëniet pozitë-opozicie doja të bëja po. Patjetër. Që nuk kam kuriozitet kjo. Jo, si pyetje. Dje jam pikërisht me atë që ka një marrëdhënie. Është e komplikuar në një arsye që ka një dashuri të firmosur. Jo, patjetër. Po të them një element. Lojtarë të shumë të mirë. Të them një element. Njerëzit që janë brenda Partisë Demokratike që kanë një vjetërsi për sa i përket pjesëmarrjes në legjislatura, po e përjetojnë shumë keq ashtu si shumë njerëz të Partisë Socialiste, koleg me këta për shkak të vjetërsisë, ardhin e të rinjve, që është kjo që ju thot pak më përpara për arsimit të tyre. Arsimi i disa njerëzve ke Partia Demokratike dhe ke Partia Socialiste është frikshmërisht i turpshëm. Dhe kjo është ajo që i bashkon në pjesën e kësaj të një dignitetit munguar, se ti nuk mund të thuash gjithkohon për shkak që unë vi nga familje e mirë, nëse ti je koleg
me individ të tillë që jo vetëm nuk din të artikulojnë, jo nuk din se çfarë është dinjiteti, jo vetëm nuk din vlerat, po nuk din se si mund ndërtosh një sistem politik i cili të ndihmojë vendin tënd. Dhe ti je pjesëmarrës në këtë. Ai nesër një pjesë e këtyre më vjen keq do të them që do ketë pensionin sa i bie 2,5 milionë ose 3,5 milionë të vjetra në kështu. Jo, unë besoj nëna juaj ka gjithë këta pykat që janë deputet, gjithë këta do kenë pension përjetshëm, a? pension përjetshëm, po. I kemi në kurriz të gjithë. Ndërkohë që një pjesë e njerëzve që ndërtuan Shqipërinë ikën me ato divanet e thjesht, Osmani thonë, ja u shkatruan që mos ju kenë asnjë borxh. I xerruan gjitha me fabrikën. Dhe në këtë sens po ju them që ka një lloj shemrie dhe brenda parlamentit për këtë gjendje të re që është krijuar, për ligjet që krijojnë, për njerëzit që kanë ardhur. Unë mendoj që kjo është e drejtë, kjo tema që ka hapur zoti Rama që në asamblen që bëri në verën e vitit kaluar, në fund verë për reduktimin, po që do bëhet me ndryshime kushtetuese i deputetëve. Ndoshta uroj që ulja e numrit të rrisit deri diku cilësim, po më vjen keq në momentin që po flasim, kjo ka rënë shumë. Dhe çam vjen akoma më shumë keq, ja u kam thënë edhe një herë këtu. Ka qenë një moment kur diaspora që ishte jashtë vendit tonë, aq e përçar, aq e armiqësuar, kishte ende shumë të ri. Dhe u bë një plan për të pushtuar jugun e Shqipërisë. Dhe Greqia ofroi gjithë infrastrukturën e vet, kuptohet që do ndihmonin amerikanët dhe anglezët. Dhe këtë ja propozuan zogut. Por zogut në fillim i thanë do t'japim ndihmë që ti të vish nëpërmjet nesh të vish në Shqipëri. Pastaj ja bën të qartë që do vish nëpërmjet nesh dhe do kërkojmë rivendikimin e jugut. Dhe zogu ka lënë diçka që unë e përmend shpesh. Më mirë Enver Hoxha tha, që po e ruan dhe po mundohet ta bëj shtetin sipas mënyrës tij, se sa të vinë grekët të marrin jugun e tjerë. E la pa monarki, e la një njeri çfarë domethënë, pa çka se i kishte aq para sa të mbjetonte dhe tregoi që mbjetoje kështu. Po e la një hiç, siç erdhi nga hiçi, përfundoi në hiç. Dhe gjithsesi ishte një moment perceptimi që unë uroj që ta kenë këtu. Dhe kur nuk e kanë tani për integrimin e vendit, që Shqipëria është mbi Ramën, mbi Berishën, se unë jam pesimist për vetën time, sepse shikoj që sa herë bëhet fjalë për pushtet, kanë një garë se cili ta uli sa më shumë pazarin te Greku ose te X ose te Y. Kështu që unë jam një shik pesimist. Ky është modeli amerikan i demokracisë që ata e futën në sensin që çdo opozit mundohet që ta uli deri në fund kundërshtarin e vet. Po këtu ke ne, duke munguar gjithë të element që ne i folëm pak më parë, mungesa arsimit, mungesa kulturës, mungesa historisë, mungesa e përpjekjes për të lënë gjurmë. Amerika ka të tjera mekanizma më ben. Ka të tjera, por t'ju them diçka dhe ja u kam këshilluar dhe herë tjetër, është një nga historianët kritikuesit më të ashpër të zotit Trump, që e tregoi që në mandatin e parë se si do ishte ai po të kthej. Timothy Snyder është përkthyer dhe në shqip. Dhe ai thotë diçka që kështu siç po vazhdon, ai ka dhënë 21 leksione që ka shumë ngjasim me fashizmin, kjo që po bëhet tani. Nuk është çudi që ai të gjejë element për t'ia abroguar zgjedhjet e nëndorit. Dhe unë besoj që zoti Trump, kur e vendos veten 3 herë me Krishtin, besoj që me thjesht është që t'ia abrogoj zgjedhjet, e kupton. Të shohim. Amerika sa president dhe ju ka bërë atentat? Po unë mos ka bëj 5 ti. 4 dia unë. Dakor. Jo, mund të kesh të drejti. Shifra ime nuk ka një referencë të turbullt të kujtesës time, po ndoshta 5 janë që janë bërë me. Unë uroj që ky ta ketë jetën e gjatë, po kam idenë që
perandorit funksionojnë me aparate. Do thënë, është CIA, Pentagoni, Departamenti i Shtetit dhe të treja këto në mos gaboj, duke përjashtuar aparatet e shteteve, kanë ja 5 milion punonjës, të cilët para 30 vjetësh kishin bërë plane se si do ta bënin çorap Ukrainën. Para 20 e sa vjetësh kishin bërë plane se si do ta bënin fileto Iranin. Kështu që unë nuk mendoj që të gjitha këto Irani po goditet sepse ka ca foto të Trumpit, Netanyahu që ja ka treguar. Këto janë për pazarin shqiptare, për pazarin e... Po mendoj që janë... Por, pa bërë avokatën e djallit, ende sot nuk arrit ta kuptoj që shteti Izraelit me atë fuqi të jashtëzakonshme që kanë botën kibernetike, mos të dinte atë sulm që i bëri Hamasi, tunelet e pafundme që kishe bërë është e paimagjinshme. Mendoj që është një flamur fals që quhet. Flamur fals. E njëjta gjë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 11 shtatorën. Është pamundur me atë siguri mbrojtëse që ata proklamojnë që e kanë, por me Pearl Harbor treguan që nuk e kishin atë që u gjende përballë këtyre situata. Unë bashkohem me ty për diçka dhe e kam përmend për zonjën Spiropalin e këto. Ndoshta nuk është i dur krahasimi që janë ata burokratët e nivelit 2, nivelit 3 që i njihni shumë më mirë se unë, sidomos ministrit e jashtme, që kanë bërë punë të jashtëzakonshme për Shqipërinë dhe për Kosovën. Se mos në kora që njerëzit nuk e dinë se çfarë bëhet. Dhe zonja Spiropali, kur zoti Rama jo e kritikoi, por ofendoi gjithë dikasterin e saj, nuk pati kurajën që të thoshte jo. Dikasterin tim ka njerëz, ka pasur dhe ka njerëz të jashtëzakonshëm. E tha në një farë mënyrë, nuk e di, jo flak për flak se është të pretendosh shumë, por e tha që ka njerëz, kanë punuar, kanë, do të thonë, i inkurajojnë, mos demoralizohen. Kjo është sa për të thënë që nuk jam unë në konflikt. Unë nuk e di pse e tha zoti Rama këtë. Mendoj që gjithë udhëheqësit shqiptar nuk kanë respekt për ministrin e jashtme, sepse nuk njohin diplomacinë. Mendojnë që diplomacia është 2 muhabete, 5 historit në gjume, dëgjon Baton Haxhiun që atë thotë, Meta dëgjon të ndonjë nga këta biznesmenët me 8 klasë shkollë që i tregonin ndonjë historit fort, kështu edhe mendonte që ajo duhej bërë strategjia, siç ka strategjinë që do na bëj 4 milion. Kështu që nuk mendoj që kanë. Berisha mund të lexonte diçka, por ai kishte shumë personalizuar. Dhe fatkeqësisht mendoj që ai që lexonte fishat edhe dosjet që i çonte ministri i jashtme ishte vetëm Enver Hoxha, i cili edhe kur çonte ambasador në shtete të rëndësishme i merrte në intervistë vet. Sepse tregonte një lloj përgjegjësirie ndaj shtetit. Dhe ata treguan që ishin ambasador të jashtëzakonshëm. Patjetër, qoftë në Francë, në Itali, në Greqi, vendet kryesore. Në vendet kryesore. Aty çonte gjithmonë i merrte vet në intervistë. Edhe Serbi në ish Jugosllavia atë. Patjetër, ishte shumë e rëndësishme për Shqipërinë komuniste e ish Jugosllavia. Ben, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit dhe juve që na ndoqët. Natën e mirë.